Kur një baba i përkushtuar hyri në sallën e gjyqit për të luftuar për kujdestarinë e djalit të tij të vogël, ai besonte se ishte i përgatitur për çdo gjë. Por asgjë nuk mund të kishte përgatitur për momentin kur një figurë e njohur doli në stendën e dëshmitarëve, nëna e tij e larguar. Ndërsa ajo filloi të fliste, salla e gjyqit u hesht dhe bota e tij filloi të shembej. Gerald Brown bërtheu parmakun e lëmuar të drurit në galerinë e gjyqit, gishtërinte zbardhur nga tensioni. Ajri ishte i rënd me një përzierje të aromës së lustrafirit me limonin dhe një frikë të heshtur. Ish gruaja e tij, Mary Jones, hyri në dhomë me sigurinë e saj të zakonshme. Gerald nuk mund të mos kujtonte hirin dhe sharmin që dikur e kishte tërhequr tek ajo. Tani, ajo e mbante atë siguri si një mburoj ndërsa ul në anën tjetër të korridorit. Sytë e tyre u takuan për një çast të shkurtër para se ajo të kthente kokën, një gjest i njohur shpërfillës që i shtrëngoi nofullon Geraldit. Ata nuk ishin aty për të negociuar vizitat e fundjavës apo festat e alternuara. Kjo ishte një betejë për kujdestarinë e plotë të djalit të tyre 6 vjeçar, Karl, dhe gjithçka ishte në rrezik. Gerald kërkonte kujdestari të plotë dhe motivet e tij nuk kishin të bënin me inatin e mbetur nga divorci. Gjatë 2 viteve të fundit, ai kishte dokumentuar me kujdes shkëputje në rritje të Maryt nga djali i tyre. Takimet të humbura me mësuesit, vizitat e anashkaluara të mjeku dhe mënyra zemërthyese se si zëri i Karlit dridhej kur thërriste nënën e tij dhe haste heshtje. Por të provosh neglizhencën prindërore ishte si të kapësh tymin. Provat gjithmonë i rrëshisnin nga duart. Seanca e mëngjesit doli një model i të njohur. Avokati Geraldit paraqiti një sër dëshmitarësh, mësuesen e klasës së parë të Karlit, që lavdëronte për fshirjen e tij në aktivitete shkollore, fqinjet që dëshmonin për stërvitjet e bejsbollit në fundjavë në obor, madje edhe pediatri Karlit që vuri në dukje praninë e vazhdueshme të Geraldit në takimet mjekësore. Megjithatë, avokatja e Maryt, një grua me kostum të mpret dhe gjuhë edhe më të pret, riformuloi çdo dëshmi me mjeshtëri. Në pyetjet e saj, përkushtimi i Geraldit u kthye në obsesion, shqetësimet e tij u transformuan në paranojë dhe Mary u shfaq si një nën moderne që luftonte kundër një ishburri që nuk e mbështeste. Zoti gjyqtar, argumentoi avokatja e Maryt. Kërkesa e zotit Brown për kujdestari të plot nuk është gjë tjetër veç se një përpjekje për të dëshkuar klienten time që i dha fund martesës. Zonjusha Jones është një nënë e dashur që përshtatet me sfidat e prindërimit të vetëm ndërsa ndërton një karrierë. A duhet të ndëshkohet ajo për refuzimin e saj për të përshtatur pritshmërive të vjetëruara të zotit Brown? Gerald vëzhgoi shprehjen e gjyqtarit që po bëj gjithnjë më skeptike ndaj çështjes së tij. Duart i dridheshin ndërsa shkruante një shënim për avokatin e tij. Kjo nuk po ndodh, duhet të bëjmë diçka. Pastaj erdhi momenti që i coptoi botën. Nga galeria publike pas tij një zë i njohur thirri, zoti gjyqtar do të doja të dëshmoj. Zemra e Geraldit u ndal. Nëna e tij, Patricia Brown, gruaja që kishte ndihmuar në rritjen e Karlit që nga lindja, po ecte drejt stendës së dëshmitarëve. Ai nuk e kishte vënë re në sallën e gjyqit. Sytë e tyre u takuan shkurtimisht ndërsa ajo kaloi pranë, por ajo shmangu shikimin. Fytyra e saj ishte një maskë vendosmërie që ai nuk e kishte parë kurrë më parë. "Mam?" Zëri i Geraldit u thye. "Çfarë po bën?" Avokati i tij vendosi një dorë frenuese në krahun e tij ndërsa Patricia u betua. Salla e gjyqit u hesht, ndërsa nëna e tij, gruaja që gjithmonë kishte qenë mbështetësja e tij më e fortë, filloi të fliste. "Karl ka nevojë për të dy prindërit", dëshmoi Patricia. Zëri i saj ishte i qartë dhe i qëndrueshëm. "Ndërsa djali im është një baba i mrekullueshëm, ka parë sa shumë e do Karl nënën e tij. Asnjë fëmijë nuk duhet të rritet pa atë lidhje anëtare." Ajo ndaloi, pastaj shqiptoi fjalët që ndiheshin si një goditje fizike. "Do të doja të ofroja ndihmën time për Maryn në kujdesin për Karlin. Si gjyshe, mund të ndihmoj me rutinën e tij të përditshme dhe të siguroj që ai të ketë stabilitetin dhe mbështetjen që i nevojitet në të dy shtëpitë." Gjaku i zbrazi fytyrën Gerald, ndërsa shikonte buzëqeshjen triumfuese të Maryt që rritej. Nëna e tij jo vetëm që po avokonte për kujdestari të përbashkët, por po ofronte të ndihmonte Maryn. Tratia preu më thellë se çdo gjë që ish gruaja e tij kishte bërë ndonjëherë. Vendimi i gjyqtarit erdhi shpejt. Kujdestari e përbashkët me Karlin që kalonte 3 ditë me Geraldin dhe 4 ditë me Maryn dhe Patrician. Gerald mbeti ulur gjatë pasi salla e gjyqit u zbrast. Dëshmia e nënës së tij që luante në një cikël të pafund në mendjen e tij. Javët që pasuan morën një cilësi surreale.
Patricia mbeti çuditërisht normale gjatë ndërveprimeve të tyre të rralla, e lumtur të diskutonte motin ose thashë themet e lagjes, por mbyllej plotësisht kur përmendej çështja e kujdestarisë. Më çuditërisht ishin momentet kur Geralt e shinte atë me Merin dhe Karlin në qytet, në dyqanin ushqimor, në park, madje edhe në dyqanin e akulloreve. Ajo sillej sikur ai të ishte i padukshëm, duke kaluar pranë thirrjeve të tij pa një vështrim. Pastaj erdhi një letër nga zyra e avokatit të tij, e shënuar si urgjente me shkronja të kuqe të theksuara. Geralt arriti në zyrën e avokatit duke pritur një tjetër goditje për shpresat e tij tashmë të dërmuara, vetëm për të gjetur nënën e tij ulur pranë tavolinës së avokatit. Para se të mund të shprehte zemërimin që kishte ndërtuar për javë të tërë, avokati ktheu monitorin e kompjuterit, duke zbuluar 10 minutazhe të videove. Nëna juaj, filloi avokati me një buzëqeshje të kënaqur, ka qenë arma jon sekrete gjatë gjithë kohës. E vërteta doli si copzat e fundit të një enigme që ai nuk e dinte se po zgjidhte. Gjatë gjyqit kur u bë e qartë se po humnin, avokati Geralti dhe Patricia hartuan një plan të guximshëm. Duke u dukur se tratoi Geraltin dhe duke fituar besimin e Merit, Patricia siguroi qasje të pakufizuar në shtëpinë e saj. Atje, ajo dokumentoi me metodë gjithçka. Merin që linte Karlin vetëm për orë të tëra ndërsa takoi me miqt, duke ignoruar thirrjet e tij për ndihmë detyrat e shtëpisë, duke neglizhuar darkën e tij ndërsa bisedonte në telefon dhe koleksionin në rritje të shisheve të zbrasta të verës pranë koshit të riciklimit. Mam, përshpëriti Geralt dhe lotët i mbushën sy ndërsa kuptoi. Ke duruar gjithë zemërimin tim, akuzat e mia vetëm për të na ndihmuar. Patricia i mori dorën, sytë e saj po shkëlqenin. Një nën duron çdo gjë për fëmijën e saj, tha ajo butësisht, dhe një gjyshe bën të njëjtën gjë për nipjen e saj. Nuk mund të lija të humbje Karlin, por na duheshin prova që gjykata nuk mund t'i injoronte. Provat ishin shkatërruese në seancën e re. Buzëqeshja e sigurt e Merit u shkatërrua ndërsa video pas video luhej, duke treguar realitetin e ashpër pas fasadës së saj të lëmuar. Përpjekjet e avokates së saj për të kundërshtuar me bazë privatësie dështuan. Patricia ishte ftuar ligjërisht në shtëpinë e saj si kujdestare dhe dokumentimi i neglizhencës së dyshuar ishte në të drejtën e saj. Vendimi i gjyqtarit ishte i shpejtë dhe i qartë. Kujdestari e plot për Geraldin, me Merin që i jepeshin të drejta vizite të mbikëqyrura deri në përfundimin e kurseve të prindërimit dhe këshillimit. Sot, 2 vjet më vonë, jetët e tyre kanë gjetur një ritëm të ri. Karl u lëzon në një mjedis me qëndrueshmëri dhe vëmendje. Energjia e sigurt e një 8-vjeçari të lumtur zëvendësoi ankthin e tij të mëparshëm. Patricia është një pranie vazhdueshme, këtë herë thjesht si një gjyshe e dashur dhe jo si një operative sekrete. Vizitat e mbikëqyra të Merit gradualisht u paksuan derisa u ndalën krejtësisht, pasi prioritetet e saj të tjera morën përparësi, siç kishin bërë gjithmonë. Në ditëlindjen e 8 të Karlit, ndërsa Geralt shikonte djalin e tij duke shuar që rind, i rrethuar nga miqtë dhe familja, ai kapi shikimin e nënës së tij për të dhomës. Ata shkëmbyen një buzëqeshje të ditur, duke reflektuar në heshtje për lojën e gjatë që kishin luajtur për të arritur në këtë moment. Torta ishte ëmbël, por shpërblimi i vërtet, siguria që Karli ishte më në fund i sigurt, i dashur dhe vërtet i kujdesur, ishte edhe më i ëmbël. Më vonë atë natë, pasi festa u qetësua dhe Karl flinte i shtrirë me slodrave të tij të reja, Geralt doli në verandën e pasme dhe gjeti nënën e tij ulur atje vetëm. I dha një filxhan çaj dhe ul pranë saj. Të dy duke shikuar yjet që filluan të shponin qiellin që po erësohej. Nuk të kam falenderuar siç duhet, tha ai butësisht. Ajo që bëre, sakrifica, planifikimi, durimi, zemërimi tim, nuk e di nëse do të mund ta kisha bërë të njëjtën gjë. Patricia mori një glëng të ngadalt, një buzëqeshje e vogël e ditur, duke i tërhequr buzët. To ta kishe bërë, tha ajo me bindje të qetë. Dashuria na bën të afër për gjëra që kurrë nuk i kemi imagjinuar. Mbaje mend këtë ndërsa Karl rritet. Geralt pohoi me kokë, duke kuptuar se nëna e tij sapo i kishte dhënë një mësim të fundit për prindërimin. Donjëherë mbrojtja e fëmijës tënd do të thotë të mendosh afatgjat, edhe kur çdo instinkt të shtyn për veprime të menjëhershme. Ishte një mësim që ai nuk do ta harronte, një kujtesë e qëndrueshme e sakrificave që familja bën për të mbrojtur ata që i do.